A e dini se çfarë ndodh kur një grua që ka jetuar gjithë jetën në rrugët e errta të jetimores, pa dashuri, pa familje, pa asnjë shpresë, takon një fëmijë që po kalon të njëjtën ferr? A e dini se çfarë vendimi marrin ata që kanë vuajtur më shumë se kushdo tjetër kur shohin vuajtje në sytë e dikujt tjetër? Sot do t'ju tregoj historinë më të jashtëzakonshme dhe më emocionale që kam dëgjuar ndonjëherë. Një histori për sakrificën, për dashurinë e vërtetë, për shpresën që nuk vdes kurrë. Dhe unë dua të dëgjoj edhe ju. Çfarë do të bënit në vendin e Violetës? A do të kishit guximin ta merrni dot vendim? Shkruani në komente, sepse ky debat duhet ta bëjmë së bashku. Le të fillojmë nga fillimi, nga aty ku gjithçka nisi. Violeta nuk e mbante mend ditën kur ishte lënë para portës së jetimores. Kishte dëgjuar histori të ndryshme nga fëmijët e tjerë. Disa thonin se ishte gjetur në një kuti kartoni, të tjerë thonin se e kishin lënë në mes të një nate dimri, por ajo kurrë nuk e kishte pyetur askënd për të vërtetën. Çfarë rëndësie kishte? E vërteta ishte se ajo ishte e vetme, dhe kjo ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi. Dhoma ku flinte ishte e vogël, me 40 krevate të mbledhura njëra pranë tjetrës. Muret ishin të lyera me një ngjyrë të verdh kafe, që më shumë të kujtonte sëmundjen se sa shpresën. Në dimër, të ftohtit depërtonte nga çdo plasaritje e mureve të vjetra. Në verë, vapa ishte kaq e padurueshme sa fëmijët zhvisheshin dhe flinin mbi dyshekët e plakur, duke u munduar të merrnin frymë. Violeta ishte mësuar me këtë jetë, me zgjimin në ora 5:30 të mëngjesit, me thirrjet e ashpra të kujdestarëve që i urdhëronin t'i linin krevatet dhe të rreshtoheshin në korridore, me duart e ftohtë që lante fytyrën me ujë të akulluar, sepse ngrohjes ujë nuk kishte në atë ndërtesë, me bukën e thekur që hante në mëngjes, duke e shoqëruar me çaj të dobët dhe pa sheqer. Por më e vështira nuk ishte uria, më e vështira nuk ishte as e ftohtia. Më e vështira ishte heshtja e natës, ajo heshtje ku çdo fëmijë mbyllte syt dhe shpresonte se nesër dikush do të vinte ta merrte, dikush do të hapte derën dhe do të thoshte: ti je fëmia im. Por askush nuk erdhi për Violetën. Jo kur ishte 5 vjeç dhe qante çdo natë duke thirrur për nënën që nuk e njihte. Jo kur ishte 7 vjeç dhe ngrihej në mes të natës nga ëndrat e këqija. Jo kur ishte 10 vjeç dhe kishte ndaluar së qari, sepse lotët nuk shërbejnë për asgjë. Kishte një kujdestare që e urrente. Emrin e saj Violeta nuk do ta harronte kurrë, Zonja Lumturi. Ironia e emrit të saj ishte e dhimbshme, sepse ajo grua nuk kishte ditur kurrë se çfarë do të thotë lumturia. Ose më mirë, ajo e kishte harruar. Zonja Lumturi ishte një grua e rëndë, me fytyrë të ashpër dhe sy të ftohtë si hekur. Ajo nuk fliste me fëmijët, ajo urdhëronte, dhe kur dikush nuk i bindej, ajo e ndëshkonte, jo me fjalë, por me heshtje, me neglizhencë, me urrejtje të heshtur që ishte më e keqe se çdo goditje. Një ditë, Violeta kishte bërë një gabim të vogël, kishte rrëzuar një gotë me ujë gjatë darkës. Ishte aksidentale, por Zonja Lumturi nuk besonte në aksidente. Ajo e kishte kapur Violetën prej krahut dhe e kishte tërhequr deri në kuzhinë. Ti mendon se jeta do të falë? Ja ku je, një askush, një hiç dhe do të mbetesh gjithmonë kështu. Violeta ishte vetëm 8 vjeç atëherë, por ato fjalë ishin ngulur në trurin e saj si thika. Për vite me radhë, ajo i kishte dëgjuar ato fjalë përsëri dhe përsëri, në zemrën e saj, në ëndrat e saj, në çdo moment dyshimi. Një askush, një hiç. Por Violeta nuk ishte një fëmijë i zakonshëm. Ajo kishte diçka që shumica e fëmijëve të tjerë nuk e kishin, një zjarr të brendshëm, një zjarr që nuk shuhet nga fjalët e këqija, nga neglizhenca, nga bota që të thotë ti nuk vlen. Kështu që filloi të mësonte. Lexonte çdo libër që gjente në bibliotekën e vogël të jetimores, libra të vjetër, me paqe të verdhë dhe me erë myqe, romane, histori, enciklopedi, gjithçka. Sepse librat ishin dritarja e saj drejt një bote tjetër, një bote ku ajo mund të ishte dikush. Dhe kur mbushi 16 vjeç, Violeta doli nga jetimorja, doli në një botë që nuk e priste, në një botë që ishte edhe më e ashpër se jetimorja, sepse jashtë nuk kishte asnjë rregull, jashtë ti ose mbijetoje ose vdisje.
Ditën kur doli nga jetimorja, Violeta nuk kishte asgjë, një çantë të vogël me disa rroba të vjetra, një copë letër me emrin e saj dhe një tufë me 500 lekë, të gjitha kursemit që kishte mbledhur nga punët e vogla që kishte bërë në jetimore. Por nuk kishte ku të shkonte, nuk kishte familje, nuk kishte miq, nuk kishte askënd. Ajo kaloi natën e parë në një park. Kishte gjetur një stol të vjetër në një dru dhe ishte shtrirë aty, duke u mbuluar me një xhaketë të hollë. Qielli ishte i mbushur me yje, por Violeta nuk kishte kohë t'i admironte. Kishte shumë të ftohtë dhe kishte shumë frikë. Ajo nuk fleti as një minutë. Atë natë çdo cingull e trembonte. Zhurma e një makine që kalonte, hapat e dikujt që ecte, lehja e një qeni në largësi. Ajo mbante syt hapur dhe numëronte orët deri në mëngjes. Kur agoi, u ngrit dhe filloi të ecte. Nuk e dinte ku po shkonte, por dinte që nuk mund të mbetej atje. Duhej të gjente punë, duhej të gjente një vend ku të flinte, duhej të mbijetoje. Por çfarë pune mund të gjente një vajzë 16 vjeçare pa asnjë perspektivë, pa asnjë referencë, pa asnjë mbështetje? Ajo provoi gjithçka. Shkoi në restorante dhe pyeti nëse kishin nevojë për ndonjë punëtor, në dyqane, në fabrika, në çdo vend që shihte. Por përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë. Jo, nuk kemi nevojë për askënd. Pas 2 javësh, Violeta kishte mbaruar parat. Nuk kishte më asnjë lek, nuk kishte më asnjë shpresë. Ajo ishte ulur në një trotuar, me kokën mes duarve dhe kishte filluar të qante. Kishte qarë ashtu siç nuk kishte qarë prej vitesh, me të gjithë trupin, me të gjithë shpirtin, sepse për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu që ishte mposhtur, se bota kishte fituar, se zonjë lumturi kishte pasur të drejtë. Ti je një askush dhe do të mbetesh gjithmonë kështu. Por në atë moment, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Një grua e vjetër po kalonte pranë saj. Ajo ishte mbështetur në një bastun dhe ecte ngadalë me hapa të rëndë. Por kur pa Violetën të ulur në trotuar duke qarë, ajo ndaloi. "Çfarë të ka ndodhur, bija ime?" pyeti ajo me një zë të butë. Violeta nuk ju përgjigj menjëherë. Ajo ngriti kokën dhe pa një fytyrë të plakur, plot rrudha, por me sy të ngrohtë të mirë. Unë nuk kam asgjë, tha Violeta me zë të thyer. Nuk kam ku të shkoj, nuk kam asnjë lek, nuk kam askënd. Gruaja vjetër e shikoi për një moment në heshtje, pastaj tha: "Eja me mua." Ajo grua quhej zonjë Afërdita. Ajo jetonte vetëm në një shtëpi të vogël në periferi të qytetit. Burri i saj kishte vdekur, fëmijët e saj ishin larguar jashtë vendit dhe ajo kishte mbetur plotësisht vetëm. Por ajo nuk e kishte humbur njerëzimin e saj. Ajo nuk e kishte humbur dashurinë e saj për njerëzit. Ajo e çoi Violetën në shtëpinë e saj dhe i dha një dhomë të vogël, të pastur dhe të ngrohtë. I gatoi darkë, diçka që Violeta nuk e kishte shijuar prej vitesh, dhe kur Violeta provoi të falenderonte, zonja Afërdita thjesht buzëqeshi dhe tha: "Nuk ke për të më falenderuar, bija ime. Unë kam qenë edhe unë në vendin tënd një herë dhe dikush më ndihmoi, kështu që tani është radha jote." Violeta jetoi me zonja Afërdita për disa muaj. Në atë kohë ajo gjeti një punë si pastruese në një hotel. Paga ishte e vogël, por mjaftueshme për të paguar qiran dhe për të bler ushqim. Ajo punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke pastruar dhoma, duke larë peshqir, duke fshirë dysheme. Por ajo nuk u ankua kurrë, sepse kishte një qati mbi kokë, kishte ushqim në tryez, dhe për herë të parë në jetën e saj, kishte dikë që e donte, zonja Afërdita, gruaja që e kishte shpëtuar. Por jeta nuk është kurrë e lehtë për ata që kanë lindur pa asgjë. Një ditë, zonja Afërdita u sëmur rënd. Ajo u shtrua në spital dhe mjekët thanë se kishte nevojë për një operacion të shtrenjtë. Violeta e dinte që nuk kishte para për të paguar atë operacion, por ajo gjithashtu e dinte se nuk mund ta linte zonja Afërdita të vdiste. Kështu që ajo filloi të punojë edhe më shumë. Gjeti një punë të dytë, si kamariere në një restorant në mbrëmje. Punonte nga ora 6 e mëngjesit deri në mesnatë. Nuk flinte më shumë se 4 orë në ditë, por ajo ruante çdo lek që fitonte. Pas disa muajsh, ajo kishte mbledhur shumën që duhej për operacionin. E çoi zonja Afërdita në një spital privat dhe pagoi për gjithçka. Operacioni shkoi mirë. Zonja Afërdita u shërua dhe kur ajo e pyeti Violetën se si kishte gjetur parat, Violeta thjesht buzëqeshi dhe tha: "Ju më shpëtuat mua, unë shpëtova ju. Jemi çift." Zonja Afërdita qau atë ditë.
Ajo e paraqafoi Violetën dhe tha: "Ti nuk je një askush, Violeta. Ti je dikush me një zemër kaq të madhe sa nuk i ngjason askujt tjetër." Dhe ato fjalë të thjeshta, i dhan Violetës forcën për të vazhduar. Pas pak kohësh, zonja Fërdita vdiq qetësisht në gjumë. Ajo ishte një grua e vjetër dhe trupi i saj nuk kishte më fuqi, por ajo e la Violetën me një dhuratë, një letër ku shkruante: "Violeta ime e dashur, unë nuk kam fëmijë që janë këtu, por ti je fëmiu im, ti je bija ime, dhe unë të lë ty këtë shtëpi. Mos e shet kurrë, sepse kjo është shtëpia jote, dhe ti meriton të kesh një shtëpi." Violeta qau për ditë me radhë. Ajo nuk kishte as një familje biologjike, por zonja Fërdita i kishte dhënë atë që askush tjetër nuk ja kishte dhënë, dashuri të vërtetë. Por ajo e dinte se nuk mund të mbetej në atë dhimbje për gjithmonë. Ajo duhej të vazhdonte, sepse zonja Fërdita i kishte thënë: "Ti je dikush me një zemër kaq të madhe sa nuk i ngjason askujt tjetër." Dhe Violeta vendosi ta vërtetonte atë. Ajo vazhdoi të punonte në hotel dhe restorant, por gjithashtu filloi të lexonte më shumë, libra për biznes, për ekonomi, për financa. Ajo kishte një ëndër, të hapte një biznes të saj, por nuk e dinte se nga ku të fillonte. Një ditë, kur po pastronte një dhomë hoteli, ajo gjeti një libër të braktisur nga një mysafir. Titulli ishte: "Si të ndërtosh një biznes nga zero." Ajo e mori atë libër dhe e lexoi nga fillimi deri në fund. Pastaj e lexoi përsëri dhe përsëri dhe përsëri, derisa e mësoi përmendësh. Dhe vendosi të vinte në veprim idetë që kishte mësuar. Violeta filloi të punojë si pastruese private. Ajo ofronte shërbime pastrimi për shtëpi dhe zyra. Fillimisht kishte vetëm disa klientë, njerëz që e kishin marrë referencë nga dikush, por ajo punonte kaq mirë, kaq me përkushtim, kaq me dashuri sa klientët filluan ta rekomanduan tek të tjerët. Brenda pak muajsh, ajo kishte 10 klientë. Brenda një viti, ajo kishte 10 më shumë. Dhe brenda 2 viteve, ajo kishte hapur kompaninë e saj, një kompani pastrimi që punsonte 10 gra të tjera, shumica për të cilave kishin një histori të ngjashme me të sajën. Por ajo nuk u ndalu atje. Ajo filloi të investonte në pasuri të paluajtshme, bleu apartamente të vjetra, i renovoi dhe i shiti ose i jepte me qira. Çdo investim që bënte, e bënte me kujdes dhe inteligjencë, dhe çdo fitim që merrte, e riinvestonte. Dhe ngadalë, hap pas hapi, Violeta u bë e pasur. Jo vetëm e pasur, ajo u bë milionere. Por parat nuk e ndryshuan Violetën. Ajo nuk u bë arrogante, nuk harroi se nga ku kishte ardhur, nuk harroi ditët kur kishte fjetur në park, nuk harroi fëmirinë e saj në jetimore, nuk harroi zonjën Afërdita. Ajo vendosi që pjesa më e madhe e parave të saj do të shkonte për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ajo hapi një fondacion që ofronte strehim dhe arsim për familjet pa familje. Ajo pagonte operacione për njerëzit që nuk kishin para. Ajo ndërtonte shtëpi për familjet që jetonin në rrugë. Sepse Violeta e dinte diçka që shumica e njerëzve të pasur e kishin harruar. Parat nuk janë për të grumbulluar, parat janë për të ndarë. Dhe një ditë, ajo takoi djalin që do ta ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ishte një ditë pranvere, qielli ishte i kaltër, dielli shkëlqente dhe era e lehtë e pranverës sillte aromën e luleve që pëçelnin. Violeta kishte dalë për të blerë ujë. Kishte parkuar makinën e saj të zezë luksoze përballë një dyqani të vogël. Ajo po zbiste nga makina kur dëgjoi një zë të vogël që i tha: "Zonjë, mund të më jepni diçka, ju lutem?" Ajo u kthye dhe pa një djalë. Ishte rreth 8 ose 9 vjeç. Rrobat e tij ishin të shqyera dhe të ndotura. Fytyrën e kishte të zezë nga pluhuri i rrugës. Këmbët ishin zbath dhe të plagosura. Por ishte diçka tjetër që e goditi Violetën më shumë se gjithçka: sytë e tij. Ata sy të mëvejnë kafe, të mbushur me trishtim dhe frikë, por gjithashtu me një shkëndi të vogël shprese. Ajo e kujtoi sytë e saj kur ishte në atë moshë, ata sy që shikonin botën dhe pyeten: "A do të më dojë dikush?" Violeta mbeti pa fjalë për një moment. Pastaj pyeti: "Si të quhen?" "Ardhi", tha djali me zë të ulët. "Ardhi", përsëriti Violeta. "Sa vjeç je?" "8." "Ku janë prindrit e tu?" Djali uli kokën. "Nuk kam." Ato fjalë e goditën Violetën si një rufe. Nuk kam. 2 fjalit më të dhimbshme në gjuhën njerëzore. Ajo ul vete në gjunjë, në nivel me djalin, dhe e pa në sy. "Ku fle?" pyeti ajo. "Në rrugë", tha Ardhi. "Ndonjëherë në park, ndonjëherë në shkallët e ndonjë godine." "Çfarë ha?" "Atë që gjej. Ndonjëherë njerëzit më japin bukë, ndonjëherë gjej diçka në kazanin e plehrave."
Violeta ndjeu si zemra e saj po thyhej. Ajo e dinte atë jetë, e kishte jetuar. E dinte ç'do të thotë të hash nga kazanet e plehrave. E dinte ç'do të thotë të kesh frikë çdo natë. E dinte ç'do të thotë të jesh plotësisht vetëm. Violeta, tha me zot të butë, a do të vish të hash diçka me mua? Djali e shikoi me sytë e tij të mëdhenj. Nuk fliste, por kokën e lvizi lart e poshtë. Ajo e çoi Ardhin në një restorant të vogël. Nuk e çoi në ndonjë restorant të shtrenjtë, sepse e dinte që Ardhi do të ndjehej i pakëndshëm. E çoi në një vend të thjeshtë, të ngrohtë, ku ofroheshin ushqime tradicionale. Kur arritën atje, Ardhi nuk e dinte se çfarë të porosiste. Ai nuk kishte ngrënë kurrë në restorant më parë, kështu që Violeta porositi për të: supë me perime, mish me patate, bukë të ngrohtë dhe një gotë lëng frutash. Kur ushqimi erdhi, Ardhi filloi të hante me shpejtësi. Duart e tij të vogla trinden ndërsa e mbante lugën. Ai hëngri sikur nuk kishte ngrënë prej ditësh, dhe Violeta e dinte që ndoshta nuk kishte ngrënë vërtet. Ajo e shikoi në heshtje, ndërsa lotët i mbushnin syt. Por nuk donte që Ardhi ta shihte duke qarë, kështu që i fshiu shpejt. Ardhi, tha ajo kur djali përfundoi të hante. Ku janë prindrit e tu? Çfarë ndodh atyre? Ardhi uli kokën. Nëna ime vdiq kur isha i vogël, nuk e mbaj mend fytyrën e saj. Babari im, ai pinte shumë, dhe një ditë ai doli dhe nuk u kthye më. Dikush më tha se kishte vdekur në një aksident. Kush u kujdes për ty pas vdekjes së tij? Askush. Jetova me një hall për pak kohë, por ajo kishte 8 fëmijë të saj dhe nuk kishte vend për mua. Kështu që dola në rrugë. Violeta ndjeu një peshë të nëndë në gjoks. Sa kohë ke jetuar në rrugë? 2 vjet. 2 vjet. Djali kishte qenë vetëm 6 vjeç kur kishte filluar të jetonte në rrugë. 6 vjeç. Ardhi, tha ajo me zë të butë, duke e mbajtur dorën e tij të vogël. A do të vish të jetosh me mua? Ardhi e shikoi me sytë e tij të mëdhenj, plot mosbesim. Pse? Sepse unë kam qenë edhe unë si ti një herë, tha Violeta. Sepse unë e di çfarë do të thotë të jesh vetëm, dhe sepse asnjë fëmijë nuk meriton të jetojë në rrugë. Djali filloi të qante, dhe për herë të parë në 2 vjet, ai nuk ishte vetëm. Por bota nuk është kurrë e thjeshtë. Violeta e dinte që nuk mund ta merrte thjesht Ardhi dhe ta çonte në shtëpi pa pasur dokumentet ligjore. Ajo duhej ta birësonte zyrtarisht. Kështu që ditën tjetër, ajo shkoi në zyrat e shërbimit social. Aty u takua me një punonjëse e cila e shikoi me dyshim që në momentin e parë. Ju dëshironi të birësoni? Pyeti gruaja me një ton skeptik. Po, tha Violeta. Jeni e martuar? Jo. Keni ndonjë fëmijë tjetër? Jo. Gruaja e shikoi për një moment, pastaj tha: birësimi nga një person beqar është shumë i vështirë. Ligji i preferon çiftet e martuara. Dhe pastaj ju jeni një grua e suksesshme, pse do të dëshironi të birësonit një fëmijë nga rruga? Violeta ndjeu një zemërim të thellë në gjoks, sepse ai fëmijë ka nevojë për një familje dhe unë mund t'ja jap atë. Por a e dini ju sfidat që vijnë me birësimin? A e dini se sa e vështirë është të rritësh një fëmijë që ka jetuar në rrugë? Ai mund të ketë trauma psikologjike, mund të ketë probleme sjelljeje, mund të jetë shumë i vështirë për t'u përshtatur. Unë e di, tha Violeta me qetësi, sepse unë kam jetuar të njëjtën jetë. Gruaja e shikoi me kureshtje. Ju? Po, unë u rrita në jetimore, jetova në rrugë dhe kam përjetuar gjithçka që ai fëmijë ka përjetuar. Kështu që unë jam personi më i përshtatshëm për ta ndihmuar. Pas një heshtje të gjatë, gruaja tha: do duhet të kaloni nëpër një proces të gjatë, dokumente, intervista, vizita në shtëpi, vlerësime psikologjike, dhe nuk ka asnjë garanci që do të aprovohet. Nuk ka problem, do të bëj gjithçka që duhet. Procesi filloi. Violeta plotsoi qindra faqe dokumentesh. Ajo shkoi në intervista, ku ju bën pyetje të panumërta për jetën e saj, për motivet e saj, për aftësitë e saj si prind. Ajo u nënshtrua vlerësimeve psikologjike, ku psikologë pyesnin për fëmijërinë e saj, për traumat e saj, për shëndetin e saj mendor. Dhe çdo herë, ajo përgjigjej me sinqeritet dhe me durim, sepse e dinte që Ardhi vështronte për të. Por jo të gjithë ishin përkras. Kishte njerëz që pyesnin: pse një milionere do të birësonte një fëmijë nga rruga? A do bën këtë vetëm për të duket mirë në publik? A mos vallëe do bën këtë për të përfituar nga imazhi i saj publik? A mos vallëe po e përdor këtë fëmijë për qëllime propagandistike? Dhe çdo herë që Violeta dëgjonte këto fjalë, ndjente një dhimbje të thellë, sepse njerëzit nuk e kuptonin. Ata nuk e dinin çfarë do të thotë të kesh një zemër që ka vuajtur. Ata nuk e dinin se çfarë do të thotë të shohësh veten në fytyrën e një fëmije tjetër. Por ajo nuk u dorëzua, sepse e dinte që Ardhi e kishte nevojë. Ndërkohë,
Ardi jetonte me Violetën në mënyrë të përkohshme, derisa procesi i birësimit të përfundonte. Ajo I kishte dhënë një dhomë të bukur, me një krevat të madhe të butë, me jastëkët bardhë dhe batanije të ngrohta. I kishte bler rroba të reja, pantallona, bluzë, atlete, këpucë. I kishte dhënë lojna, makina, topa, libra me ngjyra. Por Ardi nuk dinte si t'i përdorte. Ai kishte jetuar kaq gjatë pa asgjë, sa nuk e kuptonte se si të shijonte diçka. Natën e parë, kur Violeta I tha të flinte në krevatin e tij, Ardi u shtrua në dysheme. "Pse po fle në dysheme?" pyeti Violeta. "Sepse krevati është shumë I butë," tha Ardi. "Unë nuk jam mësuar." Violeta e pa atë dhe ndjeu lot që I vinin në sy. Por ajo buzëqeshi dhe tha: "Është në rregull, Ardi. Me kalimin e kohës do të mësohesh, por tani mëso të flësh në krevat, sepse ti meriton." Ardi nuk flinte mirë. Çdo natë ai zgjohej duke bërtitur. Violeta vraponte në dhomën e tij dhe e gjente duke qarë, duke u dridhur, duke u mbrojtur sikur dikush po e godiste. "Çfarë ndodh, Ardi? Çfarë po shikon në ëndër?" pyeste Violeta, duke e përqafuar. "Po më godisnin," thoshte Ardi me zë të thyer. "Njerëzit në rrugë po më godisnin dhe po më merrnin ushqimin. Dhe unë po vrapoja, por nuk kisha ku të shkoja." Violeta e mbante fort dhe I thoshte: "Tani je këtu me mua. Askush nuk do të të bëj më keq. Unë do të të mbroj." Por traumat e Ardit nuk shkonin kaq lehtë. Ai kishte nevojë për terapi. Kështu që Violeta e çoi tek një psikolog specialist për fëmijët me trauma. Psikologja, e quajtur zonja Luana, ishte një grua e butë dhe e kujdesshme. Ajo e trajtoi Ardin me dashuri dhe me durim. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, Ardi filloi të hapej. Ai tregoi histori për ditët kur kishte fjetur në kazan të plehrave, për të mbrojtur nga e ftohta. Tregoi se si kishte ngrënë bukë të kalbur, që kishte gjetur në koshin e plehrave. Tregoi se si kishte qenë rrahur nga fëmijë të tjerë më të mëdhenj, që I merrnin paratë që kishte mbledhur nga lëmoshi. Tregoi se si kishte qenë përzën nga policë kur provonte të flinte në parqe publike. Dhe çdo herë që tregonte këto gjëra, Violeta ndjente si zemra e saj po coptohej. Por ajo nuk e tregoi dhimbjen e saj. Ajo mbeti e fortë për Ardi, sepse ai kishte nevojë për forcë. Një ditë, ndërsa Ardi dhe Violeta po hanin darkë së bashku, djali tha diçka që e shokoi Violetën. "Zonja Violeta," tha ai me zë të ulët. "Pse po më ndihmoni?" Violeta e shikoi për një moment në heshtje, pastaj tha: "Sepse ti më kujtove mua." "Ju?" pyeti Ardi me kurreshtje. "Po, unë kam qenë edhe unë si ti. Kam jetuar në jetimore, kam qenë vetme, kam pasur frikë çdo natë. Dhe askush nuk erdhi për mua kur isha e vogël. Por dikush erdhi kur u bëra më e madhe, një grua e mirë që më shpëtoi. Dhe ajo më mësoi se dashuria e vërtet nuk është gjak. Dashuria e vërtet është zgjedhja. Dhe unë zgjodha të t'i dua ty." Ardi filloi të qante. Dhe për herë të parë në shumë vjet, ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Dashuri. Por bota nuk ishte gjithmonë e mirë me Violetën dhe Ardin. Kur njerëzit filluan të mësonin se një grua milionere po birësonte një fëmijë nga rruga, reagimet ishin të ndryshme. Disa njerëz e lavdëruan Violetën. Ajo është një model për ne të gjithë, po e përdor pasurinë e saj për të bërë të mirë. Por të tjerë ishin skeptik. Ajo po e bën këtë vetëm për publicitet, po e përdor atë fëmijë për të duket si heroine. Dhe kishte edhe më keq, njerëz që thoshin gjëra mizore. Pse du të birësonte një fëmijë nga rruga? Ai fëmijë është dëmtuar, ai nuk do të bëhet kurrë normal. Ajo po e humbet kohën e saj. Ajo duhet birësonte një fëmijë të mirë nga një familje e mirë. Këto gjëra e plagosën Violetën thellë, por ajo nuk reagoi publikisht. Ajo vazhdoi të punonte në heshtje. Por një ditë, një xanetare ndali në rrugë dhe e pyeti: "Zonja Violeta, ka njerëz që thonë se ju po e birësoni këtë fëmijë vetëm për imazh. Çfarë keni për t'u thënë?" Violeta e shikoi xanetarin dhe tha me qetësi: "Unë nuk kam nevojë të vërtetoj asgjë para askujt. Ardhi e di se sa e dua, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi." Dhe pastaj u largua pa shtuar asnjë fjalë tjetër. Por ataket nuk ndaluan. Në media sociale, njerëzit filluan të shkruanin komente mizore.
Ajo po e përdor atë fëmijë për të fituar famë. Ai fëmijë është vetëm një aksesor për të. Ajo do ta hedhë atë fëmijë kur të mërzitet. Ardi, që kishte filluar të shkonte në shkollë, filloi të dëgjonte edhe ai komente të ngjashme nga shokët e tij. Ti je ai djali që ajo grua e pasur po e përdor për të duket e mirë. Ajo nuk të do vërtet, ajo po shtiret. Dhe një ditë, Ardi erdhi në shtëpi duke qarë. Violeta e gjeti ulur në dhomën e tij me kokën mes duarve. "Çfarë ndodhi?" pyeti ajo. "Ata thonë se ju nuk më doni," tha Ardi me zë të thyer. "Ata thonë se po më përdorni. A është e vërtet?" Violeta u ul pranë tij dhe e përqafoi fort. "Ardi, shiko në sytë e mi," tha ajo. "A mendon se unë nuk të dua?" Ardi tundi kokën ngadalë. "Atëherë mos i dëgjo ata," tha Violeta, "sepse ata nuk e dinë se çfarë kemi me. Ata nuk e dinë se çfarë do të thotë dashuria e vërtet, dhe unë nuk do të lejoj që fjalët e tyre të na ndajnë." Dhe ato fjalë i dhan Ardi forcën për të vazhduar. Procesi i birësimit zgjati për muaj të gjatë. Kishte dokumenta që duhet të plotësoheshin, intervista që duhet të bëheshin, vizita në shtëpi që duhet të kryeshin. Një ditë, një punonjës social erdhi në shtëpinë e Violetës për të bërë një vlerësim. Ajo ishte një grua e rrept, me fytyrë të ashpër dhe sy të ftohtë. Ajo ecste nëpër shtëpi duke shënuar gjithçka në një notepad. Shikoi dhomën e Ardit, shikoi kuzhinën, shikoi banjën, dhe në çdo hap ajo shënonte diçka. "Zonjë Violeta," tha ajo në fund, "kjo shtëpi është jashtëzakonisht e mirë. Ju jeni pasur, por ky nuk është një faktor i mjaftueshëm për birësim. Pyetja është, a jeni ju gati emocionalisht dhe psikologjikisht për të qenë një nën?" "Po," tha Violeta me bindje. "Por ju nuk keni qenë kurrë nën më parë. Ju nuk keni përvojë në rritjen e fëmijëve. Si e dini se mund ta bëni këtë?" "Sepse unë kam qenë një fëmijë që kishte nevojë për dashuri, dhe unë e di se çfarë duhet. Unë e di se çfarë nuk duhet, dhe unë e di se dashuria është gjëja më e rëndësishme." Gruaja e shikoi për një moment, pastaj tha, "Do të shohim." Javët kalonin dhe Violeta nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Ajo ishte në ankth. Çdo natë ajo qëndronte zgjuar dhe pyeste veten, po nëse nuk e aprovojnë, po nëse më heqin Ardi. Ajo nuk mund ta imagjinonte atë. Ardi ishte bërë gjithçka për të. Ai ishte djali i saj, dhe ajo nuk mund ta humbte. Një mëngjes, telefoni i saj ra. Ishte një numër nga zyrat e shërbimit social. "Zonjë Violeta," tha një zë i gruas, "ne kemi marrë një vendim për aplikimin tuaj." Zemra e Violetës filloi të rrathe shpejt. "Po? Ne jemi të kënaqur t'ju njoftojmë se aplikimi juaj është aprovuar. Ju mund të vazhdoni me procesin e birësimit." Violeta nuk mund të fliste. Ajo thjesht mbajti telefonin dhe filloi të qante. Ishin lot gëzimi, ishin lot lehtësimi, ishin lot dashurie. Kur mbyllën telefonin, ajo vrapoi në dhomën e Ardit dhe e përqafoi fort. "Ardi, ne e bëm," tha me zë të thyer nga emocionet. "Ti je djali im tani, zyrtarisht." Ardi filloi të qante, dhe për herë të parë në jetën e tij, ai thirrri, "Mami." Ajo fjalë e vogël i dha Violetës më shumë lumturi se çdo pasuri që kishte. Muajt kaluan dhe jeta e Ardit ndryshoi plotësisht. Ai nuk ishte më djali i vogël që kërkonte lëmosh në rrugë. Ai ishte një fëmijë që shkonte në shkollë, që kishte miq, që buzëqeshte çdo ditë. Por transformimi nuk ishte i lehtë. Kishte ditë kur Ardi kishte vështirësi në shkollë. Ai nuk kishte shkuar kurrë në shkollë më parë, kështu që mësimi ishte i vështirë për të. Ai nuk dinte të lexonte dhe të shkruante ashtu si fëmijët e tjerë të moshës së tij, por Violeta munoi me të çdo ditë. Ajo e ndihmonte me detyrat, ajo e mësonte të lexonte, fjalë për fjalë, fjali për fjali. Ajo nuk u dorëzua kurrë, edhe kur Ardi bëhej i frustruar dhe thoshte, "Unë nuk mund, unë jam shumë i vogël për këtë." "Jo, ti nuk je i vogël," thoshte Violeta. "Ti je i fortë dhe unë do t'jem këtu për të ndihmuar." Dhe ngadalë, Ardi filloi të përparonte. Ai filloi të lexonte libra të vegjël, pastaj filloi të shkruante me shkronja të mëdha, pastaj me shkronja të vogla, dhe një ditë ai shkroi një letër për Violetën. "Të dashur mami, faleminderit që më shpëtove. Unë të dua shumë.
Violeta e lexoi atë letër dhe qau ashtu siç nuk ishte qarë prej vitesh. Një ditë, Ardi erdhi në shtëpi dhe tha: "Mami, dua të bëj sport." "Ç'lloj sporti?" pyeti Violeta. "Futboll. Miqtë e mi luajmë futboll dhe dua të luaj edhe unë." Violeta buzëqeshi. "Atëherë, do të regjistrojmë në një klub futbolli." Dhe kështu, Ardi filloi të luante futboll. Në fillim, ai nuk ishte shumë i mirë, por ai punonte shumë, vraponte, stërvitej, mësonte teknika të reja. Dhe ngadalë, ai u bë një nga lojtarët më të mirë të ekipit të tij. Violeta shkonte në çdo ndeshje. Ajo ulej në tribun dhe brohorisnin për Ardin. Dhe çdo herë që Ardi shënonte një gol, ai vraponte drejt saj dhe briste. "E pash, mami? E pash?" Dhe Violeta buzëqeshte dhe thoshte: "Po, djali im, të pash, dhe jam kaq e krenare për ty." Por jeta nuk është kurrë vetëm lumturi. Kishte momente kur Ardi kthehej në sjellje të vjetra, momente kur ai hynte në kuzhinë dhe grumbullonte ushqim për ta fshehur në dhomën e tij. "Ardi, pse po e bën këtë?" pyeste Violeta. Sepse kam frikë se mund të mos ketë ushqim nesër," thoshte Ardi me zë të ulët. Dhe Violeta e kuptonte, sepse ajo kishte bërë të njëjtën gjë kur kishte dalë nga jetimore. Ajo e dinte se ajo frikë nuk zhduket lehtë. Kështu që ajo e ul veten pranë Ardit dhe i tha: "Ardi, dëgjom, unë premtoj se gjithmonë do të ketë ushqim këtu. Gjithmonë do të ketë një shtëpi këtu. Gjithmonë do të kem unë këtu. Nuk duhet të kesh frikë më." Por trauma nuk shkon me premtime. Ajo shkon me kohë, me durim, me dashuri. Dhe Violeta i dha Ardit gjithë kohën, gjithë durimin dhe gjithë dashurinë që kishte. Një ditë, një incident ndodhi në shkollë që e shokoi Violetën. Ardi kishte rënë në bryskë me një shok të tij dhe kishte reaguar dhunshëm. E kishte shtyrë dhe kishte filluar të bërtiste. Mësuesi e thiri Violetën në shkollë dhe i shpjegoi situatën. "Zonja Violeta, Ardi ka një problem me kontrollin e zemërimit. Ai duhet të punojë me një terapist." "E di," tha Violeta. "Ai tashmë po punon me një terapist, por traumat nuk shërohen brenda natës. Ai ka nevojë për kohë." "Por ne nuk mund të lejojmë dhunën në shkollë," tha mësuesi. "Kuptoj. Dhe unë do të punoj me Ardin për ta ndihmuar. Por ju lutem, mos e ndëshkoni ashpër. Ai është një fëmijë që ka vuajtur më shumë se sa mund ta imagjinoni." Mësuesi buzëqeshi. "Jeni një nënë e mrekullueshme, zonja Violeta, dhe unë e di se Ardi është me fat që ju ka." Atë mbrëmje, kur Violeta dhe Ardi ishin në shtëpi, ajo e pyeti: "Ardi, çfarë ndodhi sot?" Ardi uli kokën dhe tha: "Ai më tha se unë jam një fëmijë i rrugës dhe se nuk duhet të jem në shkollën e tyre." Violeta ndjeu një zemërim të thellë, por e mbajti veten dhe tha: "Ardi, dëgjom. Unë premtoj se gjithmonë do të ketë ushqim këtu. Gjithmonë do të ketë një shtëpi këtu. Gjithmonë do të kem unë këtu. Nuk duhet të kesh frikë më." "Sigurisht," tha Violeta. "A mendoni ndonjëherë se keni bërë një gabim duke më marrë me vete?" Violeta e shikui me sytë e saj të mbushur me dashuri. "Asnjëherë, Ardi, asnjëherë. Ti e gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë." "Por unë nuk jam si fëmijët e tjerë," tha Ardi. "Unë isha në rrugë, unë kam probleme. Ardi," e ndërpreu Violeta. "Të gjithë kanë probleme. Të gjithë kanë vuajtur në një mënyrë ose në një tjetër, por kjo nuk na bën më pak të vlefshëm. Dhe ti je fëmia më i vlefshëm në gjithë botën për mua." Ardi filloi të qante, dhe Violeta e përqafoi derisa ai u qetësua. Vitet kaluan. Ardi u rrit. Ai mbaroi shkollën fillore, pastaj shkollën e mesme. Ai u bë një adoleshent i zgjuar, i sjellshëm dhe plot dashuri. Dhe një ditë erdhi dita e diplomimit të tij nga shkolla e mesme. Ishte një ceremoni e madhe. Prindrit ishin ulur në tribunë, studentët ishin veshur me togat e tyre të bardha dhe po prisnin të merrnin diplomën. Kur erdhi radha e Ardit, ai u ngrit dhe ecte drejt skenës, por para se të merrte diplomën, ai u kthye dhe pa Violetën që ishte ulur në tribunë, duke qarë nga gëzimi. Dhe atëherë Ardi bëri diçka që askush nuk e priste. Ai e thiri Violetën në skenë. "Mami, eja këtu," tha ai. Violeta ishte e befasuar, por u ngrit dhe shkoi në skenë. Ardi e përqafoi dhe tha përpara të gjithëve:
Kjo grua është arsyeja pse unë jam këtu sot. Ajo më shpëtoi kur isha 8 vjeç. Ajo më dha një shtëpi. Ajo më dha dashuri. Ajo më dha një jetë. Dhe unë dua t'i them përpara të gjithëve. Faleminderit, mami. Unë të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë. Të gjithë në atë sallë filluan të duartrokasin, dhe Violeta qau ashtu siç nuk kishte qarë kur më parë. Lot gëzimi, lot krende, lot dashurie. Pas diplomimit, Ardhi vendosi të shkonte në universitet për të studiuar punë sociale. Ai donte të ndihmonte fëmijët që ishin në situatën e tij, fëmijët që jetonin në rrugë, fëmijët pa familje, fëmijët që kishin humbur shpresën. Mami, i tha ai Violetës një ditë, unë dua të bëj atë që keni bërë ju për mua. Dua të ndihmoj të tjerët. Violeta buzëqeshi me lot në sy. Djali im, ti do të bësh gjëra të mëdha, unë e di. Dhe Ardhi filloi të punoj në fondacionin që Violeta kishte krijuar. Ai punonte me fëmijët e rrugës. Ai shkonte në parka, në stacione autobusesh, në çdo vend ku fëmijët jetonin pa familje. Dhe çdo herë që takonte një fëmijë, ai ulej në nivel me ta dhe i pyeste: "Si të quan? Ku janë prindrit e tu? A ke nevojë për ndihmë?" Dhe çdo herë që shihte frikën në sytë e tyre, ai u thoshte: "Unë kam qenë edhe unë si ti, por dikush më shpëtoi, dhe tani dua të shpëtoj ty." Një ditë, Ardhi takoi një vajzë të vogël rreth 7 vjeçe që kërkonte lëmosh në rrugë. Ajo ishte veshur me rroba të shqyera dhe fytyra të ndotur. "Si të quan?" pyeti Ardhi. "Elona", tha vajza me zë të ulët. "Elona, ku janë prindrit e tu?" "Nuk kam." Këto dy fjalë e goditën Ardhin ashtu siç e kishte goditur Violetën vite më parë. "A do të vish të hash diçka me mua?" pyeti Ardhi. Vajza lëvizi kokën lart e poshtë. Dhe Ardhi e çoi në restorant dhe i bleu ushqim. Pastaj e çoi në fondacionin e Violetës dhe i siguroi një vend ku të flinte, rroba të reja dhe kujdes mjekësor. Kur Violeta e mësoi për këtë, ajo e përqafoi Ardhin dhe tha përpara të gjithëve: "Ti po bën atë që duhet, djalim. Ti po bën ndryshimin." Pas disa orësh, Violeta erdhi në komisariat dhe shpjegoi situatën. Ajo u tregoi policëve për fondacionin e saj dhe për punën që Ardhi po bënte. Dhe më në fund, policët e liruan. Por ajo përvoj e lëndoi Ardhin thellë. Ai erdhi në shtëpi dhe tha: "Mami, pse bota është kaq e ashpër? Pse njerëzit nuk besojnë në dashurinë e vërtetë?" Violeta e përqafoi dhe i tha: "Sepse bota ka harruar se çfarë do të thotë dashuria. Por ne nuk do të harrojmë. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë, sepse kjo është arsyeja pse jemi këtu." Kishte momente kur edhe Violeta kishte dyshime. Kishte momente kur ajo pyeste veten: apo e bëj këtë siç duhet? Apo i jap Ardhi atë që ai ka nevojë? Një ditë, ajo shkoi tek psikologja e saj, zonja Luana, dhe i tha: "Unë kam frikë se nuk jam nëna që Ardhi meriton. Unë nuk e di nëse po e bëj këtë siç duhet." Zonja Luana e shikoi me dashuri dhe tha: "Violeta, ti je nëna më e mirë që Ardhi mund të kishte, sepse ti e do atë, jo sepse duhet, por sepse zgjodhe ta duash. Dhe kjo është dashuria më e fortë." Ato fjalë i dhan Violetës forcën për të vazhduar. Një ditë, ndodhi diçka që shokoi të gjithë familjen. Ardhi mori një letër nga një avokat. Letra thoshte: "I nderuar Ardhi, unë jam avokati hallës suaj, zonja Teuta. Ajo ka vdekur kohët e fundit dhe ju ka lënë trashëgimtare të një prone dhe disa kursime." Ardhi nuk e besonte. Halla e tij, ajo grua që nuk e kishte dashur dhe e kishte hedhur në rrugë, tani e kishte trashëgimtar? Ai i tregoi letrën Violetës. Ajo e lexoi dhe tha: "Çfarë do të bësh?" Ardhi mendoi për një moment. Pastaj tha: "Unë nuk dua asgjë nga ajo. Ajo nuk më deshi kur isha i vogël. Pse duhet ta pranoj tani?" Violeta e kuptoi dhimbjen e tij. Por tha: "Ardhi, të gjithë bëjmë gabime. Ndoshta ajo e ka ndier keq për atë që ka bërë. Ndoshta kjo është mënyra e saj për të kërkuar falje." Ardhi qau. Por ajo më hidhte, ajo më thoshte se unë isha një barr. Violeta e përqafoi. "E di, djali im, por ti nuk je më ai fëmijë. Ti je një njeri i fortë. Dhe ti mund ta zgjedhësh nëse do ta falësh apo jo." Pas disa ditësh, Ardhi vendosi të pranonte trashëgimin. Por ai e dhuroi gjithçka për fondacionin e Violetës, për të ndihmuar fëmijët e tjerë që ishin në situatën e tij.
Kjo është mënyra ime për ta kthyer dashurinë që kam marrë, tha ai. Një ditë ishte ditëlindja e Violetës. Ajo nuk e festonte zakonisht ditëlindjen, sepse nuk ishte festuar kur ishte fëmijë. Por Ardhi kishte një plan. Ai organizoi një festë surprizë për të. Ftoi të gjithë njerëzit që Violeta kishte ndihmuar gjatë viteve. Fëmijët që ajo kishte mbështetur, familjet që ajo kishte shtrehuar, gratë që ajo kishte punësuar. Kur Violeta hyri në sallë, të gjithë bërtitën. Surprizë! Ajo mbeti e habitur. Dhe kur pa të gjithë ata njerëzit që ajo kishte ndihmuar, ajo filloi të qante. Ardhi boli përpara dhe tha: "Mami, ti mendove se ne kemi harruar ditëlindjen tënde. Por ne nuk harruam. Sepse ti je arsyeja pse jemi këtu sot. Ti na dhe shpresë kur ne nuk ishim asgjë. Dhe sot ne duam të themi: Falenderit." Dhe gëzuar ditëlindje. Të gjithë filluan të duartrosin. Dhe Violeta qau ashtu siç nuk ishte qarë prej vitesh. Lot gëzimi, lot dashurie, lot kredie. Dhe në atë moment, ajo e kuptoi diçka. Ajo nuk ishte më e vetme. Ajo kishte një familje që nuk ishte bërë nga gjaku, por nga dashuria. Një gazetar kishte dëgjuar për historinë e Violetës dhe Ardhi. Ai donte të shkruante një artikull për ta. Në fillim, Violeta refuzoi. Ajo nuk donte publicitet, por Ardhi e bindi. "Mami, nëse njerëzit dëgjojnë historinë tonë, ndoshta edhe ata do të frymëzohen për të ndihmuar të tjerët. Ndoshta edhe ata do të birësojnë një fëmijë që ka nevojë për dashuri." Violeta pranoi. Dhe artikulli u publikua në gazetën më të madhe të vendit. Titulli ishte: "Shqiptarja milionere që birësoi djalin nga rruga, një histori dashurie e vërtetë." Artikulli tregonte për jetën e Violetës, nga jetimoria, në rrugë, deri në sukses. Tregonte për takimin e saj me Ardhin. Tregonte për betejën e saj për ta birësuar. Dhe tregonte për transformimin e jetës së Ardhit. Dhe kur njerëzit e lexuan atë artikull, shumë prej tyre u prekën thellë. Disa filluan të qanin. Të tjerët vendosën të birësonin edhe ata fëmijë pa familje. Brenda një muaji, Fondacioni i Violetës mori qindra aplikime nga familje që donin të birësonin. Dhe brenda një viti, qindra familje gjetën familjet e tyre. Violeta e kuptoi se historia e saj kishte ndryshuar jetën e shumë njerëzve, dhe ajo ishte e lumtur që kishte ndarë atë histori. Vitet kalonin shpejt. Ardhi u bë një burr i ri, i zgjuar dhe plot dashuri. Ai filloi të punonte si drejtues i Fondacionit të Violetës. Dhe një ditë, ai takoi një vajzë të mrekullueshme, Lirën. Lira ishte një infermiere që punonte në një spital për fëmijë. Ajo kishte një zemër të madhe dhe dashuri të sinqetë për fëmijët. Dhe kur Ardhi e pa për herë të parë, ai e kuptoi se ajo ishte gruaja e jetës së tij. Ata filluan të dalin së bashku. Pas një viti, Ardhi e kërkoi në martesë, dhe Lira pranoi me lot gëzimi. Dita e dasmës ishte një nga ditët më të bukura në jetën e Violetës. Ajo pa djalin e saj, djalin që kishte qenë dikur një fëmijë i rrugës, duke u martuar me një grua të mrekullueshme. Dhe kur Ardhi dhe Lira ishin duke vallëzuar, Ardhi e thirri Violetën në pistë. "Mami, eja këtej", tha ai. Violeta shkoi, dhe Ardhi e përqafoi dhe tha: "Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua. Faleminderit që më dhe një jetë. Faleminderit që më mësove se çfarë do të thotë dashuria, dhe faleminderit që je nëna më e mirë në botë." Violeta qau, dhe ajo tha: "Djali im, ti ke qenë bekimi më i madh i jetës sime, dhe unë do të jem gjithmonë krenare për ty." Por jeta ka edhe momente të vështira. Një ditë, Violeta nuk u ndje mirë. Ajo shkoi tek mjeku dhe mësoi se kishte një sëmundje serioze. Mjekët thanë se kishte nevojë për trajtim, por nuk ishin të sigurt nëse do të shërohej. Ardhi ishte i shkatruar kur e mësoi. Jo, thoshte ai duke qarë, ti nuk mund të më lësh, jo tani." Violeta e përqafoi dhe tha: "Ardhi, të gjithë do të vdesim një ditë, por kjo nuk do të thotë se dashuria jon do të vdes. Dashuria jon do të jetojë për gjithmonë." "Por unë nuk jam gati", tha Ardhi. "Unë kam ende nevojë për ty." "Ti nuk ke nevojë për mua", tha Violeta me një buzëqeshje të butë. "Ti je një burr i fortë, ti ke një grua të mrekullueshme, ti
Ti ke një jetë të bukur përpara, dhe unë do t'jem gjithmonë me ty, në zemrën tënde. Violeta filloi trajtimin. Ajo shkonte në spital çdo javë për kimioterapi. Ajo humbi flokët, ajo humbi peshë, ajo u dobësua. Por ajo kur nuk humbi shpresën, sepse ajo kishte Ardhin, dhe ajo kishte të gjithë njerëzit që i donte. Ardhi ishte pranë saj çdo ditë. Ai e çonte në spital, ai gatuante, ai lexonte libra, ai e mbante dorën kur ajo ndjente dhimbje. Dhe çdo herë që Violeta e shikonte, ajo mendonte: kjo është arsyeja pse jetova. Kjo është arsyeja pse vuajta, sepse kisha nevojë të isha këtu për këtë djalë. Pas 6 muajsh trajtimi, mjekët bën testet e fundit dhe rezultatet ishin mrekulluese. Violeta ishte shëruar. Ardhi qau nga gëzimi kur e mësoi. Ai e përqafoi Violetën fort dhe tha: ti je luftëtarja më e madhe që njoh. Violeta pusqeshi: jo djalim, unë jam thjesht një nën që deshi djalin e saj. Pas disa vitësh, Ardhi dhe Lira vendosën të birsonin një fëmijë. Ata kishin dëshirë të kishin fëmijët e tyre biologjik, por gjithashtu dëshironin të jepnin një shans një fëmijë pa familje. Mami, i tha Ardhi Violetës një ditë, ne vendosëm të birsojmë, ashtu siç ke bërë ti për mua. Violeta filloi të qante: djali im, ti do t'jesh një babi mrekullueshëm. Dhe Ardhi dhe Lira birsuan një vajzë të vogël që quhej Sara. Ajo kishte jetuar në jetimore dhe kishte një histori të ngjashme me të Ardhit. Kur Violeta e pa për herë të parë, ajo pa veten, fëmijën e vogël që kishte jetuar në jetimore pa dashuri, pa shpresë. Dhe ajo e përqafoi Sarën dhe tha: mirë se erdhe në familje, vogla ime. Sara buzëqeshi dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu se kishte një familje të vërtetë. Tani kishte 3 gjenerata në familjen e Violetës. Violeta, gruaja që kishte lindur në jetimore dhe kishte ndërtuar një perandori nga asgjëja. Ardhi, fëmia i rrugës që ishte bërë një burr i suksesshëm dhe plot dashuri. Sara, vajza e vogël që sapo kishte filluar jetën e saj të re. Dhe çdo ditë, këto 3 gjenerata mbledheshin së bashku për darkë. Ata hanin, qeshin, tregonin histori. Dhe çdo herë që Sara pyeste: gjyshe Violeta, si u takuat ju dhe babi Ardhi? Violeta buzëqeshte dhe thoshte: një ditë, shumë vite më parë, unë po blija ujë, dhe një djalë i vogël më kërkoi ndihmë, dhe unë vendosa ta ndihmoj. Dhe ai djalë u bë djali im, dhe tani ai është babai yt. Sara buzëqeshte: kjo është historia më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Po, thoshte Violeta, dhe tani ti je pjesë e asaj historie. Me kalimin e viteve, Fondacioni i Violetës u bë një nga organizatat më të mëdha në vend. Ai ofronte strehim për fëmijët pa familje, arsim falas, trajnime profesionale për të rinjt, mbështetje psikologjike, programe birësimi, ndërtim shtëpish për familjet në nevojë. Mijëra fëmijë dhe familje ishin ndihmuar nga ky fondacion. Dhe çdo fëmijë që ishte ndihmuar dinte historinë e Violetës dhe Ardhi. Një ditë, një gazetare pyeti Violetën: zonjë Violeta, si ndiheni kur shihni se sa shumë njerëz keni ndihmuar? Violeta buzëqeshi: unë nuk e bëj këtë për të ndier diçka për veten time. Unë e bëj sepse kjo është arsyeja pse jam këtu. Unë kam vuajtur kaq shumë në jetën time, dhe nuk dua që asnjë fëmijë tjetër të vuaj, ashtu siç kam vuajtur unë. Dhe çfarë mesazhi keni për njerëzit që po dëgjojnë? Pyeti gazetari. Violeta mendoi për një moment, pastaj tha: dashuria e vërtetë nuk është gjak. Dashuria e vërtetë është zgjedhja. Zgjidhni të doni dikë që ka nevojë për dashuri. Zgjidhni të ndihmoni dikë që ka nevojë për ndihmë, sepse në fund ne nuk do të kujtohemi për sa para kishim ose sa të famshëm ishim. Do të kujtohemi për sa dashuri dham. Një ditë, ndërsa Violeta po ecte në park, ajo pa një djalë të vogël që po kërkonte lëmosh. Ai ishte rreth 8 vjeç, e njëjta moshë që kishte Ardhi kur Violeta e kishte takuar për herë të parë. Violeta i afrohet dhe pyeti: si të quan? Drin, tha djali me zë të ulët. Drin, ku janë prindrit e tu? Nuk kam. Ato dy fjalë që kishte dëgjuar kaq shumë herë në jetën e saj, e goditën Violetën përsëri. Ajo ul pranë tij dhe tha:
Drin, a do të vish të hash diçka me mua? Djali e shikoi me dyshim, por pastaj lëvizi kokën lart e poshtë. Violeta e çoi në restorant dhe i bleu ushqim. Pastaj e çoi në fondacionin e saj dhe i siguroi një vend ku të flinte, rroba të reja dhe kujdes mjekësor. Dhe kur ardhi e mësoi për këtë, ai buzëqeshi dhe tha: "Mami, ti nuk ndalon kurrë, apo jo?" Violeta buzëqeshi: "Jo, djali im, sepse sa kohë që ka fëmijë që vuajnë, unë do t'jem këtu për t'i ndihmuar." Një ditë, qeveria vendosi t'i jepte Violetës një çmim special për punën e saj humanitare. Ishte një ceremoni e madhe, me qindra njerëz të pranishëm. Kur Violeta u ngrit në skenë për të marrë çmimin, ajo tha: "Faleminderit për këtë nderim, por unë dua të jem e sinqert me ju. Unë nuk e bëj këtë punë për të ndjerë diçka për veten time. Unë e bëj sepse kjo është arsyeja pse jam këtu. Unë kam vuajtur kaq shumë në jetën time, dhe nuk dua që asnjë fëmijë tjetër të vuaj ashtu siç kam vuajtur unë." "Dhe çfarë mesazhi keni për njerëzit që po dëgjojnë?" pyeti gazetari. Violeta mendoi për një moment, pastaj tha: "Dashuria e vërtet nuk është gjak. Dashuria e vërtet është zgjedhja. Zgjidhni të doni dikë që ka nevojë për dashuri. Zgjidhni të ndihmoni dikë që ka nevojë për ndihmë, sepse në fund ne nuk do të kujtohemi për sa para kishim ose sa të famshëm ishim. Do të kujtohemi për sa dashuri i dham." Një ditë, ndërsa Violeta po ecte në park, ajo pa një djalë të vogël që po kërkonte lëmosh. Ai ishte rreth 8 vjeç, e njëjta moshë që kishte ardhi kur Violeta e kishte takuar për herë të parë. Violeta i afrohet dhe pyeti: "Si ti quan?" "Drin," tha djali me zë të ulët. "Drin, ku janë prindrit e tu?" "Nuk kam." Ato dy fjalë që kishte dëgjuar kaq shumë herë në jetën e saj, e goditën Violetën përsëri. Ajo u ul pranë tij dhe tha: "Drin, a do të vish të hash diçka me mua?" Djali e shikoi me dyshim, por pastaj lëvizi kokën lart e poshtë. Violeta e çoi në restorant dhe i bleu ushqim. Pastaj e çoi në fondacionin e saj dhe i siguroi një vend ku të flinte, rroba të reja dhe kujdes mjekësor. Dhe kur ardhi e mësoi për këtë, ai buzëqeshi dhe tha: "Mami, ti nuk ndalon kurrë, apo jo?" Violeta buzëqeshi: "Jo, djali im, sepse sa kohë që ka fëmijë që vuajnë, unë do t'jem këtu për t'i ndihmuar." Një ditë, qeveria vendosi t'i jepte Violetës një çmim special për punën e saj humanitare. Ishte një ceremoni e madhe, me qindra njerëz të pranishëm. Kur Violeta u ngrit në skenë për të marrë çmimin, ajo tha: "Faleminderit për këtë nderim, por unë dua të jem e sinqert me ju. Unë nuk e bëj këtë punë për të ndjerë diçka për veten time. Unë e bëj sepse kjo është arsyeja pse jam këtu. Unë kam vuajtur kaq shumë në jetën time, dhe nuk dua që asnjë fëmijë tjetër të vuajë ashtu siç kam vuajtur unë." "Dhe çfarë mesazhi keni për njerëzit që po dëgjojnë?" pyeti gazetari. Violeta mendoi për një moment, pastaj tha: "Dashuria e vërtet nuk është gjak. Dashuria e vërtet është zgjedhje. Zgjidhni të doni dikë që ka nevojë për dashuri. Zgjidhni të ndihmoni dikë që ka nevojë për ndihmë, sepse në fund ne nuk do të kujtohemi për sa para kishim ose sa të famshëm ishim. Do të kujtohemi për sa dashuri i dham." Violeta mendoi për një moment. Ajo kurrë nuk ishte menduar të shkruante një libër, por pastaj mendoi: "Po nëse historia ime mund të ndihmojë dikë tjetër, po nëse ajo mund t'i jap shpresë dikujt që është në situatën time." Kështu që ajo pranoi. Ajo kaloi 6 muaj duke shkruar librin. Ajo shkroi për fëmijërinë e saj në jetimore, shkroi për jetën në rrugë, shkroi për takimin me zonjën Afërdita, shkroi për rrugën e saj drejt suksesit, dhe më e rëndësishmja, shkroi për takimin me Ardin dhe për transformimin e jetës së tyre. Titulli i librit ishte Nga rruga në zemër, një histori dashurie e vërtet. Kur libri u publikua, ai u bë menjëherë një bestseller. Mijëra njerëz e blen, dhe shumë prej tyre i shkruan Violetës letra ku thonin: "Faleminderit që ndat historinë tuaj. Ju më dhat shpresë kur unë nuk kisha asgjë." Violeta i lexonte të gjitha ato letra dhe qante, sepse ajo e kuptoi se historia e saj kishte prekur zemrat e shumë njerëzve. Ndërkohë, Ardi kishte një vizion të ri. Ai donte të hapte një qendër për të rinjt që dilnin nga jetimoret dhe nuk kishin ku të shkonin. "Mami," i tha ai Violetës,
Shumë të rinj dalin nga jetimoret në moshën 18 vjeç dhe nuk kanë asnjë mbështetje. Ata nuk kanë ku të flenë, nuk kanë punë, nuk kanë asgjë. Dhe shumë prej tyre përfundojnë në rrugë ose në krim. Unë dua të hap një qendër ku ata mund të jetojnë përkohësisht, të marrin trajnime profesionale dhe të gjejnë punë. Violeta buzëqeshi. Kjo është një ide e mrekullueshme, djali im, dhe unë do të mbështes plotësisht. Dhe kështu, Ardi hapi qendrën e shpresës së re, një qendër ku të rinjt mund të jetonin falas për deri në 1 vit, të merrnin trajnime profesionale dhe të gjenin punë. Brenda 1 viti, qindra të rinj ishin ndihmuar nga kjo qendër, dhe shumica prej tyre gjetën punë të mira dhe filluan një jetë të re. Sara, vajza që Ardi dhe Lira kishin birësuar, porritej shpejt. Ajo ishte një vajzë zgjuar, plot energji dhe dashuri. Një ditë, ajo erdhi te Violeta dhe tha: "Gjyshe Violeta, unë dua të bëj diçka për të ndihmuar fëmijët e tjerë, ashtu siç ke bërë ti dhe babi Ardi." Violeta buzëqeshi. "Çfarë dëshiron të bësh?" "Dua të mbledh lojra dhe libra për fëmijët në jetimore, sepse unë e di se ata nuk kanë shumë gjëra për të luajtur dhe për të lexuar." Violeta e përqafoi. "Ti ke një zemër të madhe e vogla ime, dhe unë do të të mbështes." Dhe Sara filloi një fushat për të mbledhur lojra dhe libra. Ajo shkoi në shkolla dhe i kërkoi fëmijëve të tjerë të dhuronin lojrat dhe librat e tyre të vjetër. Dhe brenda 1 muaji, ajo kishte mbledhur qindra lojra dhe libra. Ajo i dërgoi ato në jetimore dhe fëmijët ishin shumë të lumtur. Violeta e shikonte Sarën dhe mendonte: "Kjo është vazhdimësia. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu, për të transmetuar dashurinë nga gjenerata në gjenerat." Vitet kaluan dhe Violeta po plakej. Ajo kishte arritur moshën 70 vjeç. Trupi i saj nuk kishte më energjinë më pashme, por shpirti i saj ishte ende i fortë. Një mbrëmje, e gjithë familja u mblodh për darkë. Violeta, Ardi, Lira, Sara dhe edhe Drini, djali që Violeta kishte ndihmuar vite më parë dhe që tani ishte rritur dhe po punonte në fondacion. Ata hëngrën së bashku, qeshën, treguan histori. Dhe në fund të darkës, Ardi u ngrit dhe tha: "Mami, unë dua të bëj një tost për ty. Ti je arsyeja pse ne jemi këtu sot. Ti na dhe dashuri kur ne nuk kishim asgjë. Ti na dhe shpresë kur ne kishim humbur, dhe ti na mësove se çfarë do të thotë dashuria e vërtet. Për ty, mami." Të gjithë ngritën gotat e tyre dhe thanë: "Për Violetën." Violeta qau, por ishim lot gëzimi, sepse ajo e dinte se kishte arritur atë që kishte dëshiruar gjithmonë, një familje që e donte. Një ditë, Violeta ishte ulur në bankën në kopshtin e saj, duke i shijuar diellin e ngrohtë pas ditës. Ardi erdhi dhe ul pranë saj. "Mami, për çfarë po mendon?" pyeti ai. Violeta buzëqeshi. "Po mendoj për jetën time, për gjithçka që kam përjetuar, dhe po mendoj se sa e lumtur jam." "Ti meriton gjithë këtë lumturi." "Të jo, djali im, unë nuk e meritoja. Askush nuk e meriton lumturinë ose vuajtjen, ajo thjesht ndodh. Por ajo që është e rëndësishme është çfarë bëjmë me atë që na ndodh. Dhe unë zgjodha të kthej dhimbjen time në dashuri, dhe kjo është gjëja më e mirë që kam bërë ndonjëherë." Ardi e përqafoi. "Faleminderit për gjithçka, mami." "Faleminderit edhe ty, djali im," tha Violeta, "sepse ti më dhe një arsye për të jetuar." Shumë vite më vonë, Violeta vdiq në paqe, në shtëpinë e saj, e rrethuar nga familja që e donte. Ajo kishte jetuar një jetë të gjatë dhe të lumtur. Në funeral, mijëra njerëz erdhën, fëmijë që ajo kishte ndihmuar, familje që ajo kishte mbështetur, njerëz që ajo kishte frymëzuar. Dhe Ardi, me lot në sy, tha: "Nëna ime nuk lindi në një familje të pasur. Ajo nuk ishte asgjë kur lindi, por ajo ndërtoi një perandori, jo nga paraja, por nga dashuria. Dhe ajo e la këtë botë më të mirë se sa e gjeti, dhe kjo është trashëgimia e saj." Pas vdekjes së Violetës, fondacioni i saj vazhdoi të punonte. Ardi e drejtonte me po aq dashuri dhe përkushtim sa nëna e tij. Sara, e cila tani ishte rritur, po punonte si psikolog për fëmijët me trauma. Dhe Drin kishte hapur një biznes të vogël dhe po ndihmonte të rinj të tjerë të gjejnë punë. Dhe çdo vit, në ditën e vdekjes së Violetës, e gjithë familja mblidhej te varri i saj dhe tregonin historinë e saj. Historinë e një gruaje që kishte lindur pa asgjë, por që kishte dhënë gjithçka. Dhe çdo fëmijë që dëgjonte atë histori, mësonte një mësim të rëndësishëm. Dashuria e vërtet nuk është gjak. Dashuria e vërtet
është zgjedhja, dhe ti mund të zgjedhësh të duash dikë që ka nevojë për dashuri. Nëse ju keni prekur kjo histori, ju lutem ndaluni dhe mendoni për një moment. A ka dikush në jetën tuaj që ka nevojë për ndihmë? A ka një fëmijë, një të ri, një person i vetmuar që ka nevojë për një buzëqeshje, për një fjalë të mirë, për pak dashuri? Ju nuk duhet të jeni milioner për të bërë ndryshimin. Ju thjesht duhet të keni një zemër të mirë. Siç tha Violeta, ne nuk do të kujtohen për sa para kishim ose sa të famshëm ishim. Do të kujtohen për sa dashuri dham. Kështu që zgjidhni të doni, zgjidhni të ndihmoni, zgjidhni të bëni një ndryshim, sepse në fund dashuria është e vetmja gjë që mbetet.